E radhës pyetja është kështu: Selam aleikum hoxhi nderuam, kam humbur 300 euro në Bixhos, të nesëmrit i fitova 300 euro. Desha t'ju pyes, çka më lejohet me bën me këto parë? A t'ja jap të varfërve, a me ble një celular dhe a me lejohet me bë rrugje të ndonjë hoxh dhe me i dhën nga këto parë sepse kam nevojë për rrugje. Allah ju shpëbleft. Ju pa më përzi punë këtij. Aleikum selam, edhe shumë pyetje me një thes, am kupton. Shtash 300 i ka fitu në kazino, 300 i ka hup. Aleikum selam të Amerikatë. Spara e Zotit është shpëblef që e ka gajlen në dinaret. Halal i kof për guximin dhe bornin për me pyet. Shumë mund të mos me pyet. Po mund të mos me pyet edhe ai me adhon vetes një fetfa çiko vendon aty pak ja ban çefin vetes, e ban një bajram me veten edhe e gëzon veten për bajram, ja vetes për bajram ato para. Ka edhe shitoni edhe atë ta ban. Kështu që na generalisht një njeri, një vllai jonë, i cili parashtron pyetja, po një motër e jona tregon për dashurinë për të arritur deri tek e vërteta. Dhe kjo është guxim i cili duhet përshëndetet gjithë i nxis. Sado që është i madh gabimi dhe gjënaj që e kam bën, duhet me pyet se si duhet me dal prej atij. Gjënaj prej atij gabimi. Po. Dhe nuk është turp me pyet turposh mos me dit. E para, nëse e marrim nga pyetja e këtij vllaut, të parën që duhet me bëj, dhe duhet me pas ai gajla është me u pendu te Zoti. Me bë tybe. Dhe me thonë Allah kur mos nuk ka marr. Këtë duhet me bë para gjitha atyve të tjerëve. Se pa bë tybe te Zoti, Zoti s'ia bën nasip atij me dal në selamet dhe me i pasu protokollet që kërkon në përmirësimin e gabimeve që na mund të bëjmë ne. E para është pendimi. Kuptimin që ai pendohet te Zoti, ban tybe dhe i thot Allahut kurrë në mos do të luaj. Thotë Allah kom bo gjuna të madh, kom bo gabim të madh ndaj teje, të lutem që të më falësh, edhe mos e përsëris këtë gabim. Kjo është e para. E dyta, ato 300 euro që i ka lut ka marr, nëse të nesërmën i ka fitu nga i njëjti lokal, nga i njëjti vend ku i ka humb ditën e parë, ato 300 euro të janë të vetat i merr. Apo nga i njëjti person. Ka mund si ka lut me person ka marr, ka mund si ka lut me makinën ka marr. Nëse ka lut te njëta firmë, te njëti dyqan, ku i ka humb parët dje, ka lut sot i ka fitu 300, i ka marr parët e veta, pendohet te Zoti dhe në shenjë pendimi preferohet që këto 300 euro të jep sadaka. Por lejohet edhe që ti marrë se ato i ka fituar me halal, i ka fituar me djers. Sikur shumica njerëzve punojnë 30 ditë me marr rrogën, e merr rrogën, mashtrohet hin në kazino dhe kur dale pas një dinar. A 30 ditë ka punu për çato parën, 5 dakika me 2 herë të mshu të i lip dardën apo mollën, shkun parët. Shkun parët. Net me gishtin gojë, dul jashtë të culik. Nëse i ka ju humb te një lokal dhe i ka fituar nesërmën te njëjti lokal, ky i merr parat e veta. Dhe ato parë i ka halal dhe pendohet te Zoti. Nëse i ka humb me një lokal, i ka fituar 300 euro në tjetrin lokal, se do njëra tregojnë ato komarxhit, se shko filan në vendin se unë e kom ri deri te molla edhe një dy herë me kliku del dardha. Ashtu mashtron ato, edhe ai ka shku që për nafal, ka dal aty çershia, i ka marr 300 euro. Thon atër këto 300 euro s'ka drejt kemi marrë për vete. Se janë pare tjera në vend tjetër dhe këto 300 euro lejohet që ky me i dhon sadaka mi shpërnda. Jo mi marrë për vete. Apo më smiri që thonë dietarët është që ato 300 euro me harxhun projekte që janë publike. Sikur se në mahallën e vet janë djeg dritat e ndriçimit rrugor, se këto komunat tona shumë punojnë, edhe shumë të kujdesshëm janë, dritat si ndonjë kanë një vete 2, lejohet që ky me çato parë ti blej një 3-4-2 drita sa dalin nuk e di, pa më parasysh, edhe mi marr me i vëndu dritat, apo është hap ndonjë vrim në rrugë, e merr ambulonat e rregullon, apo e bën pastrimin e mahallës, pagun dikan, merr e pastron mahallën.
do thotë bën diçka që është në dobin kolektive, apo bën ndonjë kënd lodrave për fëmijë të mahalla, te fusha e sportit ku ai graviton qarkullon, do të bën diçka që është në dobi publike e jo në dobinë e individit, se kur t'japsh një fukaras, përfiton këtë rast individi. Kurse puna që shkon dhe lun ka marr, fare s'ka të bëjë me rukjen. Se edhe atë pyetje e bana me shku me ato me bërë rukje. Nëse ndina i vetën e shes se s'është në rregull diçka dhe ka nevojë për rukje, dhe atë hoxhës mi dhon pare ka marrë, kupton. Shkon bën rukje dhe nëse ka nevojë aty me ja paguaj të mundin, ja paguon prej parave që i ka halal, jo prej parave që i ka marrën haram. Se si pret ti me para haram, mu bo sebeb që ti mu shëru. Ti veç ma shumë ki mu dalashit. Andaj është shumë e rëndësi me pas kujdes se me qëfar madhi dhe me qëfar pasurie kërkojmë na zgjidhjet e Rabbul Alemini. Nuk mund është me pare të fliqta me kërku prej Zotit që me të pastrun prej një gabime dhe flisire që me të cilën ti e sprovu. Andaj me pas kujdes dhe me qenë të vëmendshëm në këtë drejtim.